Na bien ikonat është e tmerrshme, megjithatë do duhet të diskutojmë në fakt raportin e ri që do të kenë shqiptarët me sistemin e drejtësisë, veçanërisht pas performancës absurde në këtë fushatë elektorale me gjithë task forcën që ishte një mbledhje forcash, do duhet ishte i gjithë pushteti i drejtësisë në veprim dhe nuk vepruan. Sidoqoftë, miq të dashur, le të mirëpresim nëpërmjet lidhjes me video është zoti Edi Paloka në këtë mëngjes. Dhe dua t'ju qeras me kënaqësinë e spakistëve dhe juristëve të këtij vendi me prokuror quhet apo ish prokuror, po vëre para. Po ish nesër. Se zakonisht me presidentët amerikanë thot presidenti filan edhe kur s'është më nga kjo periudhë. Dakor, ta quajmë grad. E heqim mishin. Prokurorin Eugen Beci është me ne, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Tani, ta fillojmë politikisht më mirë para se t'ju bezdis juve juridikisht. Po më mirë me video politikisht. Ta fillojmë politikisht. Zoti Paloka, pyetja e parë është pseudo konkrete. A ndjeni që mund të jeni objekt hetimi nga SPAK, kështu si erdhi puna? Po nuk është habi, bile pa humor fare, mbase jo sot, po në një ditë tjetër, mbasi të kemi evidentuar disa gjëra, këtë që ti e thua me shaka, mund të kem rrezikuar thonjza që ta psoj vërtet. Flas për sa jesa e skena si ato që i bën Beleri, por thash mbasi të kem informacione më të sakta, do të flas për këtë që mos dukem si paranojak sot. Ajo që thejti, a duhet kemi besim tek SPAK në fund kronikës, pak mua nuk më bën dot atë pyetje se nuk kam pasur ndonjëherë besim tek SPAK. Dhe gjatë fushatës, në momentin që u ngrit ajo e famshme task force, e thash publikisht që është thjesht është pjesë e show-ut, është pjesë e skenarit, e shfaqjes pushtetit, një nga detajet e shfaqjes së asaj që do ndodhte me zgjedhjet. Në fakt e te i kaluam parashikimin tim, sepse edhe unë si ty mendova që këta thjesht nuk do vepronin, në fakt ata vepruan ndaj opozitës, vepruan ndaj disa partive që sigurisht unë nuk vetë dorën zjarë kanë vlera apo manipuluar, madje mund të jenë më tepër në këtë krah, por që nuk janë ata thelbi dhe baza e manipulimit, është pushteti. Nuk u prek askush nga pushteti me gjithë denoncimet pa fund që ne kemi bërë. Ndërkohë morën me një kandidat agron Dukës dhe me ajo më simbolikja e asaj që ndodhi me task force-in është rasti atij kryetarit bashkisë të Vaudejës. Që sot i tha Rama, ti e duke mlujt në 2 porta dhe përlunte me aleat në Ramës me Tom Doshin, mbas 2 ditësh i vajti SPAK-i i bëri ato që i bëri. I mbylli njëra nga portat. Më hapur se kaq, dhe më qartë se kaq, nuk ishte nevojë të fliste as Rama, as SPAK-u, as task forca. Gjatë gjithë fushatës, për të paktën këtë pjesën zyrtare, unë personalisht kam bërë disa, nuk po them 10, po të paktën deri në 10 denoncime evidente, skandaloze, dhe me ironi i kam bërë thirrje kësaj task forces gjatë gjithë kohës, duke i vënë përballë faktit që të reagonte. Nuk ka reaguar sepse sigurisht nuk ishte ngritur për atë punë. Përkundrazi ishte ngritur që godiste opozitën në rastin më të parë që do të gjente për ta demaskuar, siç bëri me rastin Beleri. Dhe thash për këtë do të flasim më vonë për provokime që janë bërë ndaj nesh, ndaj kandidatëve të Partisë Demokratike për të rënë në kurthe të ngjashme. Por më vonë për këtë. E kuptoj. Ndërkohë, zoti Beci, jam i detyruar të përcjell edhe kuriozitetet e shumë për qytetarëve që na ndjekin në këtë mëngjes. Ju e njihni strukturën si xhepat tuaj. Dua një vlerësim jo vetëm për performancën në këtë task force. Kam një xhep të grisur. Po inshallah nuk kanë dalë, dhe atë duam të dalin informacionet. Dhe çështja është, a mund të më jepni një vlerësim në tërësi kolegët tuaj brenda sistemit të drejtësisë? Në frym dhe në familje, do i konsideronit të majt, të djathtë,
profesionistë të barazë larguar, si kanë... Profesionistë janë. Se për kë votojnë në kutinë e votimit unë nuk di të ta them, por fryma është që përgjithsisht dhe fatkeqësisht në rajon zakonisht drejtësia priret të jetë nga e majta në bindje. Pra dhatë një përgjigje ultra etike për thënë që janë të majtë, e kuptova. Faleminderit për tuaj prokuror, ishit absolutisht i përkor dhe nuk kanë ku të kapen ata që mund të kapen. Megjithatë, në këtë fushatë elektorale dhe mbi të gjitha në atë pas fushatë elektorale, pjesa më për të ardhur keq është fakti që SPAK ka humbur dhe drejtësia ka humbur atë pak besim dhe njerëzit kanë humbur atë strukturë, atë ikon të besueshmërisë së një shteti, duket sikur po bëhet një perëndim i egër këtu. Shiko, duhet të themi pak më para, në momentin që është ngritur task forca, unë kam qenë dhe jam kundër këtyre task forcave të cilat ngrihen në formën e aksionit. Jo vetëm të aksionit, për një demagogjie të një ideologjie e cila synon të dalë diku. Që të legjitimosh zgjedhjet që janë themeli i shtetit të së drejtës, nuk mundet që vetëm të jetë në lojë një task force e prokurorisë posaçme apo e prokurorisë përgjithshme. Prokuroria e posaçme dhe prokuroria e përgjithshme, unë kam thënë më parë, mbetet vetëm besnike e zbatimit të ligjit dhe në rast se kapitulli i krimeve zgjedhore do të shkelej dhe nuk do të kishte task force, a do vepronte prokuroria e posaçme apo prokuroria e përgjithshme, që gjithmonë e kanë detyrë funksionale. Ideja është tu, a është ngritur formalisht besimi më pashëm, apo ka humbur besimi real pas zgjedhjeve. Për mendimin tim, ishte e gjitha një demagogji, për faktin e thjeshtë se duke ju referuar sistemit drejtësisë ku ne ndodhemi sot, duke ju referuar afateve proceduriale të cilat ti nuk i shkel dot, jo task force të krijosh, por të krijosh çfarë të duash. Atëherë, si mundet që të dalësh dhe të garantosh dhe të thuash integritetin e zgjedhjeve do e garantoj unë me këtë task force. Është e pamundur për dy arsye. Për arsye objektive të procedurave të cilat zgjasin përtej një fushate elektorale, dhe e dyta, nuk mund të jesh vetëm ti garantuesi një legitimiteti të zgjedhjeve të cilat patjetër do të krijojnë një shtet demokratik të së drejtës, sepse ka dhe një sër strukturash të tjera të cilat mund të jenë kundër teje. E thënë me pak fjalë, nuk mundet që të jetë kontaminuar tër kuzhina, por vetëm tenxheria që ti ke është e pa kontaminuar. Për këtë arsye, në rast se do funksiononin si një ansambël të tërë institucionet dhe në rast se të tërë institucionet nuk do kujtoheshin vetëm muajin e zgjedhjeve, sigurisht që ne mund të kishim një rezume tjetër. E para dhe e dyta, nuk mundet të themi që prokuroria e posaçme ka dështuar. Mund të themi që mund të ketë dështuar tërë sistemin drejtësisë, sepse po ti hedhësh një sy të tërë krimeve zgjedhore ose kapitullit të krimeve zgjedhore, kam përshtypjen që më shumë vepra penale ti mund ke ato vepra penale që mbulojnë prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, të cilat ne nuk po i cekim fare. Ke falsifikimin e materialeve zgjedhore, ke falsifikimin e rezultateve, ke kanosjen e zgjedhësve dhe për të vajtur keqësia mbitor pasaj, korrupsionin aktiv dhe pasiv të zgjedhësve, të cilën e ka prokuroria e posaçme, nuk kishte fuqi parandaluese në kohë reale për objektivitet edhe të afateve që ajo ka në shtrihje. Në kohë reale, pam se çfarë bën. Po pra, arrestonin ata që denonconin shitjen e votës. Nuk kishte objektivitet për sa i përket asaj që quhet rezultati i parandalus në kohë reale. Por a do ketë rezultat në parandalimin parimor që ka funksioni i veprimtarisë prokurorisë, që është ta dënosh tjetrin që të paktën zgjedhjet e tjera mos vjedhin më. Koncepti. E para dhe e dyta, ne jemi kurioz të shohim se sot prokuroria e posaçme, me që jemi ke struktura e cila mbulon vetëm korrupsionin aktiv dhe pasiv të zgjedhjeve, edhe në formën e grupit strukturuar, a do bëj një vlerësim të disa VKM-ve të cilat në mënyrë indirekte ose në mënyrë interpretimi të përgjithshëm ndikojnë dhe mund të jenë korrupsion aktiv. Amnistia dhe shpërblimi? Po këto janë kryesoret, të cilat duhet që prokuroria e posaçme, me që është një organ i specializuar, të jap një përgjigje. Në rast se ka filluar një çështje kryesisht, ose në rast se ka një kallëzim nga opozita në përgjithësi, kjo VKM që ka bërë një amnisti të tërë gjobave dhe tërë kamatave të gjobave. Sultan Mehmeti të dytë. A ka ndikuar drejt për drejt në zgjedhje, dhënia e pensioneve, a është brenda shkeljes së ligjit dhe duke qenë brenda shkeljes së ligjit patjetër ligjit elektoral të gjitha formave, a do të krijoj idenë e një korrupsioni aktiv dhe në fund fare, në rast se prokuroria e posaçme ka realizuar
kontrolle banesash, ka realizuar sekuestrime telefonash, pavarësisht nga cilit krah. Hajta diskutojmë pasaj pse ke ky krah, pse ke ai krah. Po pavarësisht nga këto krah, derisa realizon kontroll banesash, derisa realizon sekuestrime telefonash, minimalisht ke të dhëna të mjaftueshme për të patur dyshimin se kemi korrupsion aktiv dhe pasiv në zgjedhje. Dhe në fund fare, në rast se shoqërinë në 10 vitet e fundit e ke kriminalizuar, ke futur frymën që duke patur kanabis do jetosh më mirë, duke patur krim të organizuar do kesh një be në fshat që të mbroj, a mundet prokuroria e posaçme të ndrojë mentalitetin e publikut? Ky është problemi. Domethënë demokraci prokurorësh nuk do kemi. Demokraci prokurorësh nuk do kemi, po mos harrojmë që krimi luftohet kur është i veçantë. Kur të gjithë bëjnë të njëjtin krim nuk është më e veçantë. Është traditë, është kulturë. Ndërkohë Paloka, do dohet të ndalojmë te një pikë vota e diasporës dhe mundësia për të pasur hetime tek ajo, sepse është një vepër që ndodh në shtet të huaj. Ta shohim politikisht si do i qasë njerëz, sepse pam që po dilni me 0,1% në disa qendra votimi, një mesazh për një kandidate të diasporës, më thotë që ka dalë më mirë në një qytet të Shqipërisë ku se njohin, ku çov, se sa në lagjen e vet në Greqi. Flavio, lidhur me këtë, unë nuk kam qef dhe nuk e kam bërë në herë përpara që të kujtoj qëndrimet e mia apo them këtë e kisha paralajmëruar. Juftova se e di që keni qenë kundra votës diasporës. Kam qenë kundër votës diasporës që kur e ka kërkuar Taulant Balla i pari në kohën e Lulzim Bashës, sepse ne për fat keq harrojmë se si kanë ardhur edhe ngjarjet. Votën e diasporës e ka kërkuar Taulant Balla që mbas zgjedhjeve në fillim do mbas zgjedhjeve 2017-s. Dhe unë kam qenë që ka dalë kundër atëherë dhe ne nuk e miratuam në atë kohë. Pikërisht sepse ishte frika dhe jo dyshimet, po isha i bindur që ishte forma e re, fusha e re, hapësira e re që Rama po kërkonte për të manipuluar. Të njëjtën gjë kam bërë dhe tani, megjithëse unë për veten të jemi sinqert e quajta një lloj manipulimi, një lloj kurthi atë që u ngrit me kërkesën nga gjëra disa grupeve nga diaspora që donin sikur luftonin me qeverinë për votën e diasporës, por thash këtë le t'ja lëm historive pastaj me spionazh, po fakti është që e kam kundërshtuar me këmbgulje, jo një herë, po sa herë është hapur kjo temë, pikërisht sepse e dija që do të shfrytëzohej nga Rama për manipulim. Është absurde të mendosh që diaspora, të paktën 1 milion shqiptar që kanë ikur prej Ramës, të mund të votonin për Ramën. Por, thash, duke pasur parasysh se kush është Rama dhe si veprohet në zgjedhjet në Shqipëri nën drejtimin e Ramës, e dija dhe se çdo të ndodhte me diasporën, dhe ndodhi ajo që kisha paralajmëruar, e dyshonin shumë fakt, por që për fat keq nuk u pengua. Gjëja nuk është vetëm diaspora. Masakra ka ndodhur dhe në Shqipëri, në forma nga më të ndryshme. Sepse ka dy lloje manipulimesh. Manipulimi që i është bërë votuesit, po që në fund fare e ka hedhur votën për Partinë Socialiste, qoftë me joshje, qoftë me presion, qoftë me format e tjera që përdor Rama, duke futur gjithë administratën dhe institucionet e represionit në lojë, por ama në fund fare me detyrim apo me joshje, me blerje apo me kërcënim, ka një pjesë të shqiptarëve që ka votuar, pra e ka hedhur votën. Pastaj pjesa tjetër e kontrollit votës është histori tjetër. Jo treni bullgar, jo shenjat në flet votimit që vërtetojnë se ky për hedhur e parat mrapa pastaj ka. E tjera tjera. Dhe është pjesa tjetër e manipulimeve edhe më skandaloze që janë krimet pastra elektorale kur vota vjedhet hapur. Për shembull, unë e kam denoncuar dhe është në SPAK tash, janë gjetur 11 karta banorësh të zonës Petrelës në Petrel. Po, duhet ta kemi foton. Ai që i gjeti mi solli mua sepse me mua i kishte njohjen. Ti je i bindur që ato karta dikur çfarë bënte Rama?
ju blinte kartat demokratëve. Pra i paguante që t'ju merrte kartat që mos votonin. Kaq ishte qëllimi. Thjesht që këta njerëz, pra që dije që nuk votonin për Ramën, mos shkonin votonin. Tashi është dyfishuar krimi. Me ato karta votohet. Pra ju merren kartat dhe jo vetëm nuk shkojnë votojnë demokratët, po me ato karta shkojnë dhe votojnë socialistë. Pra dy fish avantazh elektoral. Dy fish me votë me kartën e demokratit shkojnë dhe votojnë një socialist. Si do ndodhi kjo thua ti? Tash më është vërtetuar, se kam pasur për fat keq debate dhe brenda Partisë Demokratike, brenda nesh për këtë, që më thonin jo, nuk ka mundësi të shkoj Edi të votoj për Flavio. Kjo është vërtetuar dhe me pamje të shi që futet karta e Edit, gishtin, bile janë video që janë bërë virale, ka shkuar me kartën e një mashkulli, ka votuar një femër, ka vënë dhe gishtin aty, dhe ka vazhduar procesi normalisht pa asgjë. Qa ndodhë? Në 2-3 komisionet, ku këta kontrollojnë identifikimin e votusit, dhe ku nuk ka demokrat që ta kontrollojë të, se pa isjet i kanë pasur ta gjitha. Në janë vënë gjoja nga KQZ-ja, si të paanshëm, po ka qenë gjithë patronazhistë, gjithë rilindjes. Tek pajisjet e kontrollit, tek aparatura, ke gjithçka kanë qenë socialistë, rilindas. Dhe çfarë bëjnë këto? Aty shkojnë me ato kartat, ti je i bindur është votuar jo një herë, po disa herë në disa qendra votimi. Dhe është shumë e thjeshtë për spakun. Ta hetoj, sepse me ato karta, merren ato karta, shkohet ke pronari i kartës, e verifikohet a ka votuar kjo kartë apo jo. E para, verifikohet, sepse del aty, është emri. Ed Paloka ka votu, kjo kartë. Pas ta vazhdon hetimi, merret ai pronari i kartës, i thuhet kush na ka marrë kartën, ku e ke kartën, etj. Pra shëtimi më banal që mund bëhet, dhe bëhet brenda një ore, po deshet ta bësh këtë hetim. Dhe vërteton me njëherë çka ndodhur me këtë fenomen pra. Ky fenomen vetëm me këto 10 karta është shumë e lehtë të vërtetohet. Duke bërë një hetim thash banal, që mund ta bëjë edhe një njeri nga rruga dhe jo një prokuror apo një hetues. Një prokuror me 7.000 euro rruga. Nuk e kanë ata. Se duhet ta sqarojmë, duhet ta shpërndajmë dorën. Po, është lokale. Duhet ta shpërndajmë dorën. Të gjitha këto që thot zoti Paloka janë të prokurorisë e jurisdiksionit përgjithshëm si kompetenca, sepse kemi të bëjmë me falsifikime, kemi të bëjmë me votime shumë se një ose i pa identifikuar dhe i ka prokuroria e jurisdiksionit përgjithshëm. Në rast se do ta thuash nga pikpamja teknike, si thot zoti Paloka për hetimin, do të shkojmë çik më para se komisioneri për dhënat. A duhet të jemi me këmbë në tokë për sa i përket hetimeve dhe që ti jesh me këmbë në tokë, hetimi ka një logjik, nuk ka vetëm metodën speciale, nuk ka vetëm atë inteligjencën artificiale që ministri i drejtësisë i kërkonte prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm të prokurorisë, posaçme të futet drania. Se që është një drane që del ke Ill Benia, duhet futet edhe në për prokuroria, jo. Nuk është vetëm ajo, ka dhe logjika, duhet vënë në punë dhe logjika, dhe që të vësh në punë logjikën duhet kuptosh. Në rast se kemi skandalin e patronazhistëve, në rast se kemi të gjithë elementët e hakerimit që i ka ndodhur sistemeve të Shqipërisë, Ill Benia të gjithë, atëhere, a mund të dyshojmë që ky hakeri ka marrë dhe gjurmë e gishtit në dorë, ka dhe të dhënat e tua personale, ka gjithë shka në dorë, dhe a mundet të dyshojmë që mund të realizohet nëpërmjet proceseve shumë të thjeshta teknike, votimi qoftë dhe me gjurmë gishti, të cilën ti e ke në dorë se e ke hakeruar, qoftë dhe me të dhënat e patronazhimit sepse ti i ke në dorë se i ke hakeruar. Të gjithë këto element do duhet të çojnë në një hetim logjik së pari. Në rast se ti je mburru që ke patronazhistë dhe patronazhisti ka në dorë kartën tënde të identitetit, gjurmën tënde të gishtit nëpërmjet sistemit, ka në dorë të tëra të dhënat e tua, pse nuk manipuloka dot ditën e votimit? Kjo ishte pjesa e parë. Pjesa e dytë se ka me shumë qejf të punë e diasporës. Ai është një kurth i cili për mendimin tim dhe nga pikpamja juridike doli një blof. Unë e kam thënë dhe para zgjedhjeve. Vota e diasporës është totalisht e pa kontrolluar nga legjislacioni shqiptar. Të mendojmë që kemi një prokurori shumë aktive, të mendojmë që kemi dhe të ndershme dhe të barazlarguar nga palët. Si mundet ti të kontrollosh fshehtësinë e votimit, mos votimin kolektiv, fotografimin e votës, për ke fshehtësia hyn, votimin më shumë se një herë nga një person,
sepse mund të marrin zarfat e 10 vetave dhe i voton vetëm njëri. Si mundet ti kontrollosh në një shtet tjetër? I ke jashtë çdo lloj kontrolli jurisdiksional. Dhe duke patur jashtë çdo lloj kontrolli jurisdiksional, minimalisht atë pikpamjen formale të kërkesës llogarisë e ke të mangët. Atëherë ti ke lënë me dashje zbuluar votën e diasporës. Dhe duke pasaj, po të kalojmë ke interpretimi logjik i hetimit, në rast se unë ty ta vjedh sy më sy, si nuk ta vjedh dot me post? Xhavio, të ndëry pak... Po jo, do të përgjigjeni tani, Paloka. Po, kam përshtypjen se pyetje më shumë për ju. Përmendi dhe prokurori. Ndëry pak tek ajo e identifikimit të votuesit. Nuk ka nevojë që hynë të ndërdikojnë ai shumë ta me të marrin edhe dhënat edhe shenjat e gishtit nga Jeldenja atje. Jo, çka ka ndodhur? Sepse këto janë fakte që unë i kam ditur dhe një nga porosit ose porosia kryesore që ju kam dhënë komisionerëve në zonat që mbulova unë, ka qenë kjo identifikimi i atij që vjen për të votuar, pikërisht duke u sqaruar edhe pse duhet bërë ky identifikim. Në disa sepse çfarë mjaftojnë? Mjaftojnë 2-3 komisione për zonë që mos punoj pajisja dhe që tynë këta votojnë ta pra në rresh patronazhistët që duhet votojnë. Dhe ky fenomen është vënë re. Ka qenë pyetje specifike që unë ja kam bërë gjatë ditës votimit kryetarëve të degle për këtë punë. Dhe më kanë thënë që dhe më ka rezultuar mund të jetë rastësi fiks që në çdo zonë 2-3 komisione raportohet që nuk funksionon pajisja e identifikimit. Thash mund të jetë rastësi, por duke pas parasysh që unë e kam ndjekur si çështje këtë, nuk më duket më rastësi dhe ju kam dhënë porosi mos kaloni asnjë votues pa identifikuar. Sa ka qenë e mundur pastaj të bëhet realisht unë këtë nuk e di. Por thash nuk ka nevojë fare ata të vjedhin shenjat e gishtave sepse u vërtetua që me shenjën e gishtit të Edit mund votonte kush kishte qef me një kartë tjetër, pa qenë fare personi. Është votuar dhe ne kjo është ndërhyrja në sistem. Kjo është ndërhyrja në sistem. Po, pikërisht ne kemi ngritur këtë çështje, e kemi çuar dhe në prokurori dhe në SPAK që në zgjedhjet 2021-shit, sepse rezultonte që emigrantë që nuk kanë ardhur fare në Shqipëri kishin votuar. Dhe kjo verifikohet shumë lehtë nëpërmjet sistemit Teams. Gjëja më e lehtë për të verifikuar që nuk u morë dhe nuk u e pa kur SPAK-u si çështje. Ed Paloka që ishte refugjat, emigrant në Itali, nuk ishte ardhur fare në Shqipëri, por rezultonte që kishte votuar ndërkohë. Dhe nuk ka ndonjë vështirësi për ta vërtetuar këtë. Dhe jo një rast, po me 10-ra, me 100-ra dhe me mijëra raste. E njëjta gjë ka ndodhur prapë edhe me emigrant madje, që nuk kanë arritur të votojnë për Partinë Socialiste me këtë zarfave. Se duhet të eksemte diçka për hetimet penale. Hetimet penale në parim nuk është se ndikojnë në zgjedhje. Në rezultatin e zgjedhjeve, më fal, jo në zgjedhje. Në zgjedhje ndikojnë shumë, por në rezultatin e zgjedhjeve, në rezultatin formal, zyrtar nuk ndikojnë dot. Ti, hetimet penale i ke vetëm për 2 arsye. Arsye e parë, për të provuar që raporti i vëzhguesve të OSBE-Odirit është i bazuar apo jo. Dhe duke ju referuar të tëra gjetjeve që raporti OSBE-Odirit ka, dhe ti duke i shoqëruar këto me vepra penale, me procedime penale konkrete që ke, e te kalon dyshimin e konstatimit të raportit, po e kthen atë në zyrtare. A do të përkthehet kjo në ndryshim rezultati? Jo, se është një hetim administrativ që ka lidhje me strukturat të tjera dhe me ligje të tjera. 80 fusi 80 nuk ka rëndësi ka që ti të konstatosh në rast se raporti OSBE-Odirit thot që ka intimidim të zgjedhësve nëpërmjet strukturave shtetërore dhe ti këtë e shoqëron me një proces penal, atëherë po, raporti OSBE-Odirit është i vërtetë dhe ke pjesa kur thot që prokuroria e posaçme ka ndikuar në mbarvajtjen e zgjedhjeve. E dyta dhe më kryesorja, prokuroria në përgjithësi, jo vetëm prokuroria e posaçme, në rast se hyn në luftën kundër krimit zgjedhor, duhet hyj disa muaj më para dhe po themi dhe 6 muaj apo 7 muaj më para, sepse vitet e fundit ose zgjedhjet e fundit ne kemi vënë re që nuk kemi më probleme, të themi probleme vulgare të mënyrës së kryerjes së votimit. Korrupsioni pasiv dhe aktiv në zgjedhje nuk bëhet ditën e votimit, bëhet minimalisht 3-4 muaj më para dhe struktura
strukturat e posaçme të shtetit kanë dhënë prova nëpërmjet ndërhyrjeve, nëpërmjet përdorimit të resurseve, nëpërmjet përdorimit të fondeve shtetërore që kanë bler votues dhe votuesi nuk blihet më vetëm me 50.000 lekë apo me atë zoti Paloga e mban mend me thesin e miellit që ka filluar si logjik në Elbasan. Ajo mund të blihet është sofistikuar ose me tollonat. Tollonat janë të vitit 2000-2001. Korrupsioni i zgjedhjeve të vitit 2000-2001 është sofistikuar. Sot është sofistikuar nëpërmjet dhënies së lejeve dhe certifikatave të legalizimeve, është sofistikuar nëpërmjet dhënieve së VKM-ve dhe në rast se prokuroria është e gatshme, siç ka treguar me çështje penale të mëparshme të ish liderëve të opozitës, që vlerëson një VKM dhe një ligj që është klientelist, atëherë bujrum ka rastin të vlerësojë një VKM dhe një ligj është klientelist për të bler vota nëpërmjet korrupsionit në zgjedhje. Ky është momenti për të përcaktuar përfundimisht që ato VKM të cilat prokuroria i ka quajtur klienteliste për dosje të cilat i ka penale dhe i ka personat me masë sigurimi, le të vlerësoj edhe këtë VKM tjetër. Pse që ka ndryshme VKM-ja e pensionistit nga Flavio që ka një thes edhe shkon shpërndan në një zonë nga 100.000 lekë. Këtë bëri dhe VKM-ja kryeministri, shpërndai nga 100.000 lekë pensionistëve. E njëjta gjë duhet vlerësuar dhe nga pikpamja juridike. Dhe ritheksoj, unë nuk them se sa ka prokuroria, nuk thot sa janë vjedhur. Prokuroria thot, po, ka patur fenomen vjedhje, sepse unë kam arrestuar Flavion dhe Eugenin që kanë bërë këtë gjë. Dhe kaq arrin për të krijuar ansamblin e institucioneve dhe për thënë që po, raporti OSBE-Odirit pas ka pasur të drejtë, se pas kemi dhe 2 çështje penale, pas kemi patur të drejtë dhe kandidatin që për nakimin, dhe kjo na bën të jetojmë në një vend që ta thash në fillim, në rast se populli dëshiron të jetojë me krimin, nuk quhet më krim. Dhe kjo është e vështirë për të ndarë nga pikpamja kriminologjike. Në rast se çohesh dhe thua, duhet luftoj banda, duhet luftoj krimin e organizuar, sepse ka këto statistika dhe ti shikon pavarësisht vjedhjeve, rezultatin e zgjedhjeve, atëherë duhet i vesh një pikpyetje vetes, ose statistikat janë të gabuara të tërë organizmave ndërkombëtare, ose populli po krijon një status quo me krimin. Dhe kjo është më e dhimbshmja. Dhe në këto 10 vite të fundit, unë shpresoj që të paktën nëpërmjet kriminalizimit që po i bëhet shoqërisë mos kthehet në traditë. Në traditë që populli mos reagoj dhe mos ta përkra një forcë, mos të përkra, e para mos duket problem dhe mos përkra një forcë që thot duhet luftoj krimin e organizuar, sepse ndalojmë te krimi i organizuar. Në rast se ti ke qenë serioz në luftën kundër krimeve zgjedhore, e kishe shumë të thjeshtë. Ti kishe një hartë të krimit organizuar, ti kishe një hartë që të krijoj skajën Kroçati, çështjet e tua dhe mund të vije në përgjime parandaluese për të kuptuar se si një kandidat merr 30 apo 40.000 votat e tija përkthen në 20.000 dhe se si një kandidat nga anonim kthehet në kandidatin më të mirë të mundshëm nga zgjedhësit. Kjo ishte pyetje shumë fort më gjatë. Paloga do ju jap fjalën, të lutem, vetëm një orientim. Nga informacionet tona në terren, për shembull në Himar, të gjitha pajisjet PEI ishin të prekura. Mashtrimi fillon që ke fakti që her pas here janë quajtur biometrike, kur në fakt janë elektronike dhe jo biometrike, dhe nuk kishin asnjë nga parametrat e sigurisë për të gjithë Himarët. Edhe një lutem Paloga se cilësia e internetit në përgjigjen tuaj nuk është shumë e mirë. Dhe mbi të gjitha pyetja është, a prisni ende nga SPAK dhe do vazhdoni të çoni kallëzime, denoncime? Atëherë, edhe një herë për task force dhe SPAK-un, ata ishin pjesë e lojës për të arritur këtu ku jemi sot. Ata mund bëjnë ndaj goditje tashi këty dhe aty, por gjithë qëllimi ishte që Rama t'i merrte zgjedhjen dhe pastaj bëhej gjoja sikur ja u godit krimi zgjedhor. U goditën 2-3 raste, por Rama është kryeminist ndërkohë. Pra nuk ka asnjë efekt tek rezultati zgjedhor. E dyta që doja të kujtoja, vërtet thesi miellit ka qenë dikur mjeti kryesor, por për fat keq është edhe sot. Pse? Sepse vetëm dje pam edhe një herë tjetër rezultatet e Eurostatit. Shqipëria është vendi më i varfër i Europës. Gati 50% e popullsisë shqiptare jeton në nivelin e varfërisë. Dhe pastaj ndodh ajo që nuk po ju bëj konkurrencë, po një emision në një televizioni tjetër, nga këto emisionet investigative, e pa
se si dilte në rrugë gazetari me kamerat fshet dhe i blinte votat në rrugë. Dhe qa i tha njëri nga ata që pranoj, po gjithë pranon të shesin votën, ata që morë, i tha, mi jep lekët sot, të tha, se unë kam 2 ditë pa ngrënë, tha, nuk presim deri sa të marrën zjerë, tha, mi jep lekët të jap votën, tha, mi jep lekët sot të hikit haun. Kupton në qa nivelli funksionon kjo skem, pra skema e blerjes, dhe ne kujtojmë, ne ju dham një program për të nxjerrë nga varfëria, ndërkohë ai s'ka as televizor, ai s'ka dëgjuar program kur. Ai është në atë nivel sa thot mi jep thanë gjë tash, sepse nuk kam ngrënë ka 2 ditë. Këta ikën e Bler Rama. Pastaj funksionon dhe ajo pjesa tjetër që tha prokurori. Patronazhimi është akt kriminal, jo se merr për njerëzit informacion që mund ta marrë dhe unë në funksion të partisë, por se këto informacione e përdor në mënyrë kriminale. A diti që një familje ja morën votën vetëm sepse i futën, i regjistruan më në fund, pas gati 2 vjetësh, i regjistruan djalin te kopshi i shtetit në lagje, sepse nuk ja regjistronin. Pra, një detyrim që e ka shteti, këta nuk ta japin, nuk një shërbim që e ka të detyrueshëm të ta japin, nuk ta japin dhe ta japin si favor ditën e zgjedhjeve. I dha 4 votat familjes se i regjistruan djalin dhe na tha vetë se i regjistruan djalin kopësh. Kupton deri ku arrim të bëhen në krimi, se ky është krimër. Krim që një detyrë që e ke shtetërore, ti ta përdorësh për t'i marrë tjetrit votën. E forma të tjera me leje legalizimi, disa leje janë dhënë për kulla në Tiranë para zgjedhjeve. Për kulla, rreth 20 leje, për kulla. Po janë gjitha para që shkojnë pastaj këto, ata detyrohen t'ikin blejnë votat dhe qytetarët, se nuk i marrin kështu këto leje para zgjedhjeve. E tjera fakte që janë pa fund, por që nëse nuk reflektohen dhe nëse nuk ka një reagim tashmë nga ndërkombëtarët, se tu në Shqipëri nuk e dion që reagim mund të presin më nga shqiptarët, por nga ndërkombëtarët paktën duhet ketë një reagim, se ndryshe ajo që tha prokurori, këtu janë mësuar me të keqen, nuk po mësohen me të keqen. Këtu e keqja është bërë normalitet. Dhe kjo është krimi më i madh që i bëri Rama këtij vendi. Që e mësoi me të keqen, e bëri që e keqja t'i duket normalitet. E përmend dhe njëra të emisionin, tak fat ishte ai. Po shkonte në rrugë. I thonte sa ma shet votën, kaq, në rrugëre, duke ditë që është krim, që dënohesh me burg. Se është njësoj si të bësh vrasje. Kodi penal e dënon me burg. Shitjen dhe blerjen e votës. Ta i thonte me qesin më të madhe. Kuptonte që nuk i bën përshtypje që po bën një krim, sepse kishte uri. Kam 2 ditë pa ngrënë, tha, dua të ha, një e plekën. Ai dhe nuk dënohet se quhet nevojë ekstreme. Dakor, komenti i fundit nga Eugen Beci për komenti i fundit nga pikpamja kriminologjike është i tillë. Derisa në Shqipëri njerëzit të vazhdojnë t'i kërkojnë partive të tyre që përfaqësohen na mbroni votën, do thotë që sistemi dhe integriteti i zgjedhjeve është i cënuar. Pse duhet mbrosh votën kur ke në asnjë dyshim që do të vidhet edhe do të jetë e rregullt. Deri në momentin që partitë politike kanë një program dhe thonë unë do të përpiqem të mbroj votën, integriteti i zgjedhjeve është i dyshimt. Dhe me kaq mjafton kjo hapësirë, sidomos sa i takon ku do të kemi besim, do rikthehemi te këto besimet pagane, kam përshtypjen se. Patjetër besimi është. Nuk na ecim me këto. Të besosh është tjetër gjë. Se duhet të flasim në idenë nga ndryshon faktikisht nga konkretisht pastaj. E kuptoj. Nëse rëndësi ka që ju mund të flisni pemës, kur pema ju kthen përgjigje është problem. Faleminderit Edi Paluka, faleminderit prokuror. Faleminderit. Ne do kalojmë një shkëputje shumë të vogël publicitare, miq të dashur, kemi ende shumë lajme dhe çuditëra që ndodhin vetëm në Shqipëri.